Kryeministri Edi Rama ka prezantuar këtë të martë Igli Tafën, drejtorin e ri të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit pas dorëheqjes së Mirlinda Karçanajt. Rama tha se ndihet i pikëlluar për të gjithë sulmin që i është bërë ish drejtoreshës së Akshit, ndërsa shtoi se çështja i takon drejtësisë dhe uroi që Karçanaj të dalë pastër nga hetimi. Jam i pikëlluar për gjithçka ajo po kalon, në radhë të parë për agresionin barbar të portaleve dhe të rrjeteve të dhunës verbale që e asociojnë me gjëra të cilat nuk kanë asnjë lidhje me Lindën. Natyrisht që si gjithmonë edhe në këtë rast unë nuk hy në meritën e çështjes në fjalë, nuk kam dieni për detaje që lidhen me aktivitetin e atyre kompanive të përfshira në një hetim. I them gjitha këto në respekt të një personi që për faktin se ndodhet sot në një kalvar nga ku unë dua të besoj me gjithë zemër që do të dali e pastër, por në të gjitha rastet nuk më takon mua ta them këtë gjë, i takon drejtësisë, ama kjo nuk do të thotë që ti hidhen poshtë vlerat që ka krijuar dhe ti hidhet poshtë revolucioni që ka udhëhequr së bashku me të gjithë ju këtu. Ai bëri me dije se me një ndërhyrje në legjislacion do të mundësoj rritjen e pagave për punonjësit e Akshit, të cilët sipas tij do të jenë më të lartat në Shqipëri. E drejta del. Ka një kosto, patjetër, kosto janë to kushte mund të jetë dhe më e lartë, por del. Dhe për më tepër për ne është shumë e rëndësishme që ky institucion të vazhdoj punën. Ky institucion vazhdoj të jetë ai fari që orienton të gjithë lëvizjet e anijeve dhe tregon se ku është porti. Për sa i përket revolucionit digjital. Dhe unë dua t'ju inkurajoj për këtë gjë. E di që nuk është ky thelbi, por së bashku me ministrin jemi vendosur të ndërhyjmë në legjislacion dhe të bëjmë një rritje domethënëse të pagave tuaja, për t'ju thënë që ne ju kemi shumë të çmuar, ne ju kemi shumë të shtrenjtë, dhe nuk duam që ju ta braktisni shërbimin publik. Tafa në fjalën e tij ndërkaq tha se do të jap maksimumin që Shqipëria të jetë lider edhe për te rajonit në fushën e digitalizimit dhe teknologjisë avancuar si inteligjenca artificiale. Përgjithësi e jashtëzakonshme për mua. Unë vetëm një mesazh të shkurtër kam për stafin, ju jeni forca reale dhe jeni fuqia që keni bërë këtë transformim. Dhe ajo që unë them është që unë do jem ai cili do ju jap vetëm energjinë time për kushtimin tim dhe eksperiencën, por ju keni gjithë kapacitetet për ta çuar akoma më shumë dhe më kohë më lartë vizionin e kryeministrit për modernizimin dhe digitalizimin e gjithë shërbimeve drejt bizneseve dhe drejt qytetarëve. Ndërkohë, një mesazh që kam për qytetarët është që Akshi do bëj maksimumin për kushtimin vet maksimal për të ofruar shërbime gjithnjë më të qëndrueshme. Kujtojmë se Karçanaj dha dorëheqjen ditë më parë pas hetimeve të SPAK-ut lidhur me abuzimet me tendrat e Akshit.